dhe mirë të rikëthyet në një tjetër video të kanalit tim. Ju qeni të rinj, mirë se erdhët. Unë që Danja, ju ndodheni tek Danja's Channel. Sot është dita e nesërme pas udhëtimit të Athinës, për që filloj një video e re. Edhe duke qenë se sot është pushim për ne, unë nuk isha në punë, kurse Emreja është në punë, duhet të mbledh shtëpinë që është o zoti i madh një rëmuj gjigande. Kam filluar ma bashkë që ta mbledh, vura një lavatrice, po nxjerr rrobat nga çanta. Normalisht unë këto gjëra i bëj që ditën e parë që vi nga udhëtimi. Për shembull, u kthem neve dje, që ishte e diel, do i kisha bërë që dje unë këto gjëra. Po duke qenë se erdhëm, shkuam që të vendosnim xhamat te telefonat e rinj, shkuam morëm kasat, pastaj shkuam nga Aleksja hëngrëm darkë atje, dhe një bëm edhe ca muhabet, edhe kemi ardhur vonë në shtëpi nga ora 10. Bëm dush gjumë se Emreja ishte për në punë. Ndërkohë, unë jam smurur. Nuk e din nëse dallon ju, por zëri im është i ngjirur me zi e nxjerr. Një çik nga djersitja që isha me atë pellushin, pellusha ishte pellush po. Në atë xhaketën e trash, futeshim nëpër dyqane, djersiteshim, dilim nga dyqane, toheshim nga që frynte erë apo ishte edhe ftohtë jashtë. Edhe pak nga motori, sepse duke qenë se përdorim motorin këtu në Tiranë, ka patur raste që nuk kam patur shumë mbrojtje këtu te gjoksi, edhe më ka rënë era direkt, edhe jam në këtë gjendje që jam tani. Gryka më djeg, zëri me zi nxjerr, unë të ti kisha pak të bllokuara, edhe kështu është jeta ime. Po në fakt po bën goxha kohë që nga hera e fundit që jam sëmurur, mashallah mos e marr veten në sysh. Do thoni ju, ja je shëndoshur, prandaj nuk sëmuresh më kaq shpesh sa sëmureshen përpara që ishe si një skilipece. Nëse tani po pres se Emreja më tha që do vinte në shtëpi për të ngrënë drek. Nuk kemi asgjë në shtëpi. Duhet të dalëm të bëj pazare, po duhet të mbledh një shtëpi se kam shumë rëmuj. Ndërkohë, Emreja kishte shumë kohë që donte të blinte një parfum, që kur ishim në Gusht për pushime, edhe nuk e mori atëherë. Shkuam tek Sephora dje, edhe bleu dy. Bleu një Versace, bleu edhe një Hermes. Hermes, si shqiptohet kjo, nuk e di. Anyway, për këtë Hermesin, po i quaj Hermes, u fiksua keq. Ma bëri mua këtu pësh, mua, mu shpif, nuk më pëlqeu, era që, do më thënë, njëre shumë tua që nuk më pëlqeu, kaq. Kursa ai, u maros, më thënë, i pëlqeu kaq shumë, sa rinte, çdo 10 minuta edhe, masin që dorën, edhe i binte erë, masin që dorën, i binte erë. Nëse, unë kisha që nga momenti parë që ma hodhi në dorë, dhe deri në momentin që erdhëm në shtëpi, edhe në taksi madje më tha, masin që dorën se dua t'i bjerë erë, kisha gjithë të kohë që i thosha nuk më pëlqen, nësa ere shpifu, si zgjete një parfum tjetër, e bla bla bla, nga që nuk e mbajt ajër në momentin që e bleu, se isha te Hot në Center që mora atë kajlashin. Edhe bëri në kokën e vetë. Po nëse çën si ka, erë që i pëlqen ati, nuk ka pse të më pëlqen mua, në fundit ai do e përdor, ai do e hedh. E nëse, pim në shpinë, dhe unë i them, shtëpinë do ta lej kështu siç është, mos prek absolutisht asnjë gjë se do sistemoj nesër, nga që isha shumë e lodhur që ta bëja dje si thash. Zotria, vete hap çantën e vet, nxjerr rrobat, sepse do nxirrte rrobat, që ai se ka bërë asnjëherë këtë veprim kur vim nga udhëtimet. Gjithmonë rrobat i nxjerr nga çantat apo nga valixhet. Nxjerr rrobat sot ishte për të larë për të ndihmuar mua. Në momentin që nxjerr rrobat, e nxjerr dhe parfumin 100 ml edhe e thyen copash. Unë isha në dush në kohë, e dëgjoj zhurmën, edhe i theras nga dushi. Alo, Beregja, qa bere, qa ndodhi? Ky s'po më përgjigjej. Dal me vrap nga dushi, shikoj dhoma, bosh. Shikoj saloni, bosh. Këte ishte këtu, ku jam unë, këtu. Ishte vendosur tharse e rropave. Afrohem lëviz, e shikoj në korridor që ishte ullur, me duart kështu përpara. Edhe pash që ishin shkuqur syt, edhe kishte pak lot. Nuk e di si u bëra. Kur e pash që ishte thyer parfumi, me erdhi keq, se i pëlqeu kaq shumë, sa nuk e keni iden. Normalisht, Danja e vjetër, do fillonte. Unë të thash mos i prek me dorë, me të thirrura. Unë të thash mos i prek me dorë, ty që të desh që vajte edhe e hape çantën, çfarë bere, shiko çfarë bere, ikën lekët të plera, gjitha ato lekë që e bleve, bla bla bla. Kurse kjo Danja i tha, zemra ime ti, po të blem tjetër, ta porositun direkt. Mora Instagramin, unë shkruaj ta një faqe në Instagram, që e bëra porosi. Pas të filloj ai. Jo, nuk e dua, ti se pëlqeve, herë tjetër në momentin që ti do thuash nuk e pëlqej diçka, nuk do ta ble, e gjëra të tilla.
Ndërkohë që po bëj këto punët, vendosa të provoj këtë lip glossin që morëm tek Nixi. Si fillim vendosa ngjyrën, edhe pastaj pasi u tha i vendosa këtë shkëlqyesin nga sipër. Tani do shikojmë në qoftë se transferon apo jo, po nuk e di pas sa minutash apo sekondash duhet ta provoj. Çfarë gjendje jam si e çmendur. Ale tash. What? Vetëm shkëlqimi i iku. Do të thënë nuk i iku totalisht. What? Wow. Wow. Nuk e prisja. Prisja të ishte mashtrim. Atëhere, duhet ta blini edhe ju në qoftë se ju pëlqen. Ngjyra nuk e di në qoftë se është ajo që më përshtatet mua, po nice, bukur. Tani unë duke qenë se do jem duke bërë punët gjithkohën, tash të vendosja këtë maskën. Dhe kjo maska thotë që duhet ta lej për 3 deri në 4 orë derisa të bëhet transparente. Dhe në momentin që bëhet transparente, duhet ta heq. Tre deri në 4 orë. Ku e mbaj unë dot këtë 3 deri në 4 orë? Jemi gati për të bërë punët. Na kanë ardhur miq, të dashur miq. Ka ardhur një miqe. Ka marrë dhe sufaqe taj, se tati s'ka gatuar gjë. Tati po vëm punët. Ose po vëm blerjen e temu, një nga të dyja. Të dyja një kohësisht, jo. Kjo është situata e maskës për momentin. Kanë kaluar një 2 orë edhe ka filluar të thahet. Shikoni, shikoni. Edhe po bëhet pak më transparente. Gjendja aktuale e maskës. Ka filluar të përthiset edhe këtej nga faqet. Balli mbaroi punë, edhe këtu sikur po mbaron, këtej mbaroi nga mjekra. Ndoshta këto janë pjesët më problematike. Oh no, duhet të jetë të bëj kërkime. Ndërkohë, buzët i kam akoma me atë të Nixit, nuk i fshiva fare. Edhe pse kam folur me Aleksian, nuk është fshirë, nuk është larguar, edhe kam akoma edhe pak shkëlqim, siç mund ta shikoni. Interesante, interesante, bleri të zgjuara bëra këtë radhë. Është ora që ta heq maskën. Është tharë shumë, shikoni si këputet direkt. Wow. Sa e çuditshme, si i këngjyra edhe si e thith lëkura të gjithë këtë gjën që ka këtu. Nuk e di në qoftë se duhet ta lej kështu apo duhet ta laj. Well, me sa duket nuk ka nevojë për larje, thjesht e mban fytyrën në këtë gjendje. Pash një video që fliste një dermatolog, edhe thoshte që i ishte rritur hidratimi i lëkurës me 42% dhe mosha e lëkurës nga 33 kishte shkuar në 24, që është shumë e çuditshme. Por ai është dermatolog, kishte edhe një makineri të vogël që e vendoste këto te lëkurat dhe maste parametrat, kështu që ishte approved nga ana e tij. Tani unë them pse nuk mora më shumë. Mund të kisha bërë kërkim në momentin që e pash maskën, por jo, nuk bëra. Anyway, kjo s'ishte e nevojshme. Dhe ja ku është lëkura ime, po të shikoni edhe kështu me dritë.
shkëlqen, ndriçon, jo dhe aq, po që është okay. Shaka me shaka. The next day. Hello, si jeni? Sa po arritëm në shtëpi nga puna. Unë vazhdoj të jem smur, do të thënë smur, me zë të ngjirur, edhe me gryp që më djegin keq, kurse Emren e ka zënë full gripi, është smurur tamam, me koll, me undë që i rjedhin, me sy që i djegin edhe i lotojnë, çdo gjë do të thënë që ka çdo simptom që ka gripi. Dikush nga puna e tij ka dhënë një numër telefoni të një doktori që të viti bëj serum në shtëpi. Edhe po mendojmë të marrim atë në telefon se nuk ka mundësi. Më thënë njëse s'kemi mundësi, po pse tip në motor që të shkojmë në spital, kur mund të vi doktori këtu. Mua më haj kjo Panetone, ka marrë këtë Panetone. Këtë radhë bleva vetë, se të dyja Panetone që më ka dërguar mami, më vjen keq mami, po ja thash edhe në telefon nuk di të zgjedh Panetone. Panetone të shëmtuara më kishte dërguar. Mora këtë nga kjo firma Baloko, edhe është me xhanduja. E provoj dhe Aleksia, u marros fare Aleksia, më shkruaj ti sot kur isha në punë, çfarë Panetone kishe marrë se ishte shumë e mirë. Sot në fakt kemi kurs, mund të futemi edhe online, po në qoftë se Emreja nuk është mirë, nuk do futem fare, se do merrem me Emren, do t'i bëj një supë tani që të haj, erdhi sezoni griprave. Qa me bo? A few moments later. A few moments later. U të shylevit zemra. Kelle po që sa ne 300 euro. Da 1000 euro. No. 5000. Do të më japë të ha pache edhe thot do t'jap 300 euro. Po pse do që mund të ha pache për 300 euro? 5000 euro. Jo. 1000. 10.000. Rite. 20. 150.000 euro e të blej një shtëpi. 20. 150.000. Ne? 150.000. 150. Yüzelibin. Na ikën dritat që thoni ju. Bëri një porosi Emreja, ka porositur nga një restorant Cook, është që ka ushqime turke. Kemi qiririn këtu. Kemi këtu këto turshit, kastravica turshit turke, e tjerë. Edhe Emreja po ha lahmacun. One eternity later. Hello! Mirë se u rikthyet në një copës tjetër të kësaj javës time shumë të orientuar. Ne na ka ardhur Gjonka me familjen e vet, po ka ardhur për çështjet e tyre në fakt. Dhe duke qenë se janë në Tiranë, vendosëm që të dalim sot për dark me Gjonin edhe Marion, që Mario është vllai i Gjonit. Kështu që jemi bërë gati edhe do të nisemi për në ngrënë ushqim. Okej? Dhe ju do vini me mua. Okej? Okej. Hi guys! Ai të jam live. Heme. Edhe i thash toja dangës direkt, i thash do arrosh. Për qarë? Për atë të Më do me këtë që kokës. është me nervon mua. Se? Very nice. Na. What did you want to do? Hajde, gëzuar. Gëzuar. Erdhëm ta amë kynefe. Unë? Kynefe. Erdhëm në shtëpi para pak minutash dhe unë nxora një lavatriçe që ta vendos të thahet. Nuk po gjej derman, nuk po di ku ti vendos rrobat që të thahen sa më shpejt, se më është bërë kapic mali me rroba për t'u larë, nga që nuk thahen, që shtot. I ka vendosur njerë në korridor. 2 ditë i nxora për jashta. Tani vendosa që t'i ve këtu. Janë këtu, shikojni. Dhe janë poshtë kondicionerit. Thash po i vendosni këtu se mbase thahen më shpejt. Ja ta shikojmë pasat ditësh do thahen. Se kisha 4 ditë që i kisha nder rrobat e tjera. The next morning. Hello! Sot është shtunë dhe ne me Tiritën kemi ardhur këtu tek OG Beauty Lounge sepse
Tirita, Maria, ndryshe, emri i vërtet, po luajm flokët. Edhe normale që e kemi sjellë në dorë të sigurt, në dorën e Aslan Xhamit. Përshëndetje. Përshëndetje Aslan. Si o ti bësh Maria? Me fije. Fije, bukur. Fije. Maria është shumë, nuk del nga zona e komfortit, right? Pse çfarë do të bëj? I diçka, vitë kuqe për shembull. Blu. Blu, jeshile. Të llaftarisë të Redioni. Mbaroi Maria flokët. Pa hëna thuaj, Super. të pëlqejnë. Qenë shumë. Edhe i preu, Edhe i preva me shkallëzim, po, se më ishte djegur goxha. edhe i lyeu. E lyema këtu. Bokor, edhe sa bukur kështu me onde. Me shëndet. Thank you. E lërë në salë, Aslan Xham. Të lumshin duart. Maria mbaroi flokët. I dolën shumë të bukura, më pëlqeu shumë. Edhe bëm edhe një video sepse do ta postojnë në Instagram. Faqja. Dhe momenti i fund, nuk e di. Shikojni pak, t'ja tregoj. Shikoni pak këtë momentin këtu. Nuk duket aq mirë, sepse po e filmoj nga laptopi, po pamja, mënyra se si ka qëndruar, flokët, bluza që ka veshur, mbrapa pema, është perfekte në sytë e mi, është kaq bukur sa nuk di, t'ja u shpjegoj. Pasi mbaruam punë tek parukeria, unë dhe Maria shkuam në një dyqan për të parë disa fustane me qira, sepse në datën 27 kemi një dasmë, edhe duam që të jemi pak të bukura. Maria ishte një kështu si me dy mendje, po doni ju që i hyri atje, e gjeti një fustan, ja bëri bam fustani, e rezervoi, e pagoi, mbaroi punë, kryeu punë. Unë që i kisha më shumë thakë më zberazje, e zgjodhi fustani, ishte shumë i bukur edhe i rinte, po Maria ka bërë trup se Maria është e palestruar. Do shkoj nesër sepse sot skuam shumë vonë në fakt, nga që mbaruam nga ora 4 e pak aty te Asani, edhe dyqani në orën 5 mbyllej. Kështu që nesër që është e diel, ata e kishin të hapur deri në orën 1. Në qoftë se unë zgjohem herët, do shkoj të provoj edhe të shikoj në një fustan, se i pash dy, një të shkurtër, një të gjatë, të shikoj kush mëri më bukur, kush është edhe më mirë nga ana ekonomike që mund ta përballoj normalisht, edhe të vendosim, do vi edhe emreja, do marr edhe emren me vete. Juve nuk ju marr dot, sepse aty nuk lejoheshin fotot edhe videot, kështu që edhe s'kam pse u marr, sepse nuk po i bëj reklam dyqanit, kështu që kjo ishte dita e sotme. Dhe me kaq do të mbyllet ky vlog. Ka dalë pak i shkurtër, pak më i shkurtër se sa vlogjet e tjera, por ka nxjerr esencën e disa ditëve. Përpara se të largoj, mos harroni të bëni subscribe, like, share, comment, të më ndiqni në rrjetet e mia sociale dhe bashkë të shihemi në videon e radhës. Ju put dhe ju përqafoj të gjithëve. Bye!